Almira, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe ashtu sikur se po thoja, ne pam një kohë të mirë ditën e sotme që në pikë të mëngjesit, por nga ana tjetër ishte kohë e mirë me temperaturat të ulta. Si do të variojnë temperaturat për gjatë kësaj jave? Për gjatë fillimit të kësaj jave, e hëna dhe e marta, pritet që të kemi temperatura të ulta dhe më pas do të vinë në rritje graduale. Për gjatë mëngjesit të sotëm edhe mëngjesit të nesërm, për shkak të uljes së temperaturave të menjëhershme, mund të krijohen problematika në akset rrugore në zonat malore për shkak të ngricave në këto zona, ndërsa sa i takon pjesës së reshjeve, kemi ndërprerjen e tyre për gjatë fillimit të kësaj jave dhe pra, siç e thash, problematik mbeten vetëm ulja e temperaturave dhe prezenca e ngricave. Dhe sa do të vijoj ulja e temperaturave, pra deri në sa ka shkuar termometri të paktën për Tiranën edhe për qytetet të tjera, por po ashtu edhe në zonat malore. Unë në fakt e dash edhe një njoftim nga autoriteti rrugor shqiptar, ku termometrat kishin shkuar deri në minus 15 gradë Celsius në Kukës dhe në zonat të tjera të cilat janë më lartë. Po, atëherë sa i takon pjesës së temperaturave, kemi një rënje të menjëhershme për gjatë mëngjesit të sotëm, ashtu siç e kishim paralajmëruar. Në zonat e ulta, ku përfshihet edhe kryeqyteti, temperaturat minimale mëngjesit në sotëm kanë shkuar deri në minus 3 gradë dhe maksimalet e ditës, pra mesdita pritet të shkojë deri në 5 gradë. Sa i takon zonave malore, temperaturat minimale kanë shkuar deri në minus 10, ndërsa temperaturat maksimale të ditës shkojnë deri në minus 1 gradë, dhe duke qenë se temperaturat e ditës nuk e kalojnë 0 gradën, atëherë krijohen problematika sa i takon edhe ngricave, pra të cilat do të jenë prezente edhe për gjatë ditës. Ndërkohë që Bregdeti shënon temperatura pak më të zbutura, ku minimalet në Bregdet në mëngjes kanë shënuar deri në 0 gradë, ndërsa në maksimalet e ditës pritet të shkojnë deri në 5 gradë. Kur pritet të rikthehen reshjet, apo e gjithë java do jetë me të njëjtat vlera, pra me temperaturat të ulta dhe me kohë të kthjellët? Atëherë sa i takon pjesës së reshjeve, nuk presim që të kemi për gjatë kësaj jave prezencën e tyre, të paktën në këto ditët e para, do të jetë fundi i javës, dita e njëjtë ose e premte, e cila do të rikthej reshje të dobta dhe lokale, por jo problematike ashtu siç pra me intensitete të shtuara siç na shoqëruan për gjatë javës që shkoi. E indja dhe e premtja? Po, rikthim të reshjeve të dobta dhe lokale. Ndërkohë, shtuna e diela apo është herët për të bërë një parashikim? Është akoma shpejt ndoshta që të flasim deri në fund të javës. Vëmendja duhet mbetet tek këto ditët e para dhe prezenca e ngricave, e cila mund të shkaktojë edhe problematika ashtu siç e thash për gjatë akseve rrugore, kryesisht në zonat malore, por edhe në zonat e ulta, pasi temperaturat gjatë natës zbresin nën zero. Do të jenë këto ditët më të ftohta të janarit? Jo, nuk mund t'i quajmë si ditët më të ftohta. Java e parë e janarit u shoqërua me temperatura të ulta, të cilat ishin rreth këtyre niveleve. Janë temperatura tipike për dimrin edhe për klimën e vendit ton. Nuk jemi afruar afër temperaturave minimale absolute, të cilat janë karakteristike klimës së vendit ton. Sigurisht që janë të ulta, se janë nën zero, por janë tipike për stinën dhe zonat malore të vendit ton. Nëse kemi një parashikim për gjithë muajin, nuk e di, Anir? Pra, ka nisur janari dhe viti në fakt me temperaturat të ulta, vijoj me reshje intensive mesatare të shiut, e më pas jemi në datë të 12 janar, ku temperaturat në fakt janë të ulta, nga ana tjetër nuk e di se si do të vijoj ndoshta për, jo vetëm për këtë javë, por për fundin e muajit janar. Pra do të kemi një janar i cili do të mbyllet me reshje intensive shiu, apo do kemi një muaj janar që do të mbyllet ndoshta me temperaturat të ulta ashtu sikurse këto ditë apo edhe më të ftohta, nuk e di. Jo, do të kemi prezencën e reshjeve të shiut edhe për javën e tretë të janarit, ndërkohë që java e fundit do të shoqërohet sërish me temperatura
pak më të larta se sa kjo javë dhe java e parë, pra do të kemi një alternim sa i takon pjesës temperaturave të ulta dhe atyre relativisht pak më të larta, të cilat do të jenë prezente për gjatë javës pjesës së dytë të kësaj jave dhe për gjatë javës së fundit. Nuk presim që të kemi mot ekstrem sa i takon këtyre 2 javëve në vazhdim. Gjithsesi, ne do t'ju përditësojmë me anë të Patjetër. informacion. Ndërkohë, pas javë. rreshjet e dëborës janë larguar apo i kemi ende afër dhe mund të rikthehen sërish për gjatë muajit janar? Për gjatë kësaj jave nuk presim që të kemi rreshje të dëborës, por për 2 javët e mbetura më pas do duhet që të afrohet pak. Ne këtu jemi, kështu që do flasim prapë për sa i përket edhe 2 javëve të tjera. Unë të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Të uroj një ditë të mbarë.